Jeni drejt për drejt në Radio Televizioni 21 dhe përpara se të vazhdoj të prezantoj bisedën e radhës në këtë studio e lus regjin që na sjell pamje direkte të Prishtinës, sepse sot është nga ditët e pakta që ky qytet, ky kryeqytet i këtij vendi, por edhe pjesë tjera të Kosovës nuk e ka atë shtresën e bardhë të smogut që nuk na lejon të shohim në thellësi. Pra, Prishtina për javë të tëra ka qenë kryeqyteti jo vetëm kryeqyteti, po ndër qytetet me ajrin më të ndotur në të gjithë botën. Po shiheni sot sa bukur është. Sot është mirë. Bora e mëngjesit e paraditës, por edhe erërat kanë bërë që të pastrohet ajri në Prishtinë e jo politikat publike, sepse për atë flasim gjatë gjithë vitit. Jemi pak ditë para zgjedhjeve, për ajrin, për mjedisin, për pastërtinë, tymin e mjegullën, do të flasim në këtë studio me ekspertin e mjedisit, profesorin Ilir Morina. Por termocentralet, mungesën e energjisë, përgjegjësinë e qeverisë, përgjegjësinë e qytetarëve, premtimet mjedisore të partive politike, por shëndetin publik e të gjitha ato që ndërlidhen me të jetuarit ton në ajër e mjedis që e kemi ashtu si kur e dim. Profesor Morina, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Tani, kemi pas në mos të parin ndër vendet e para, kemi qenë kampion. Po, fatkeqësisht për të keq. Sot është bukur, sot patë mundësi të fusim oksigjen në mushëri. 44 është, domthonë nër 50 është në gjelbër thënë. Po edhe 44 nuk është perfekt. Nuk është perfekt, por që jemi mësu me të kuqen dhe vjollcën. Deri në 220, që ka të kaluar çdo normë. Po faktikisht kemi thonë edhe herave të kaluara që shumë e rëndësishme është klima, gjendja klimatike, domthonë moti për një periudhë caktuar, edhe sidomos në vise siç është Prishtina ose Gjilani, ku është rrethuar me bjeshk dhe pastaj në mungesë të erës dhe drejtimit si gryk, atëherë vjen deri te lagështia shumë e madhe, e cila akumulohet në një vend dhe të gjitha burimet e ndotjes, do të thotë djegjet që ndodhin pa marrë parasysh çfarë lëndë është, të gjitha lirojnë gazra, të përfshijë edhe automjetet, po edhe pluhuri dhe infrastruktura adopt, të gjitha së bashku kur të përzihen e krijojnë një cilësi të ajrit e cila Tani me të drejtë pyesu në përderisa i shpjegon të gjitha këto që i thua, a duhet neve patjetër që moti, ndryshimet e klimës na pastrojnë ajrin në Prishtinë, apo duhet pak edhe politika, shteti që të vëjnë dorën e tyre që na bëjnë të kemi oksigjen, ajër të mjaftueshëm në Prishtinë? Kur shteti neglizhon implementimin e legjislacionit dhe investimet dhe projektet e caktuara, atëherë normal që ne presim nga Zoti, presim nga natyra. Për ndryshe, po të investojë shumë më shumë gjatë këtyre viteve në gjitha projektet që janë në strategji, sepse ne kemi strategjinë e ajrit, strategjinë e ujit, strategjinë e mbeturinave, strategjinë e biodiversitetit. Janë dokumente të miratura në qeveri dhe në parlament dhe të gjitha këto janë ligje, se cilat e ka një kosto dhe projektet caktuara, që janë bërë prej ekspertëve më të mirë kosovarë dhe mendimin edhe të ekspertëve të huaj, janë miratuar në përministrit të caktuara dhe ato do të implementohen. Këtë implementim do të thotë në asnjërin strategji dhe plan të veprimit nuk e kemi as 10%, që i bie nuk janë dhënë mjetet e caktuara, dikastetet e caktuara pastaj nuk e kanë neglizhuar ose ju kanë kaluar fatet dhe sot kemi probleme me gazrat dhe tymrat dhe gjitha ato grimca që lirohen nga keku që nuk janë vendosur prej 2019-s, janë parapar do të thotë filtrat në Kosovën B, Kosova i patëm vendos 2012-ën, do të thotë neglizhenca e vendosjes filtrave, neglizhenca e kontrollës teknike, ku edhe pse parashihet në rregullore nuk matën gazrat që lirohen nga automjetet ose matën por nuk jepet certifikata e gjelbër. Pastaj aty ku regjistrohen automjetet nuk kërkohet certifikata mjedisore, a e ka kalu testin e gazrave apo jo automjeti, do të faren as që e din që duhet. Kështu që të gjitha automjetet pa marrë parasysh sa lirojnë gazra, pa marrë parasysh çfarë viti. Profesionistët po flasim, nuk e din, ata që do duhej të shtronin pyetje nuk e din. Ata që duhet ta implementojnë. Do të thotë kjo është neglizhencë e ligjit. Dikush do të marrë masa për arsye se ka papërgjegjësi.
Do të askush nuk po jep përgjegjësi për ligjet të cilat janë fuqi. Ne përderisa nuk dëshirojmë të implementojmë dhe të respektojmë vetë ligjet që i kemi miratuar, dhe i kemi hartuar dhe miratuar, atëherë ne po e neglizhojmë vetë çka kërkojmë nga populli. Do të thotë sot në Kosovë dënohen ose inspektohen kompani ose prodhues privat që me mundin e tyre familjar dhe shoqërinë e tyre dhe gjitha sakrificë jetësore kanë arritur në një nivel ku në përgjithësi ne jemi të lumtur që janë duke ndikuar shumë në zhvillimin ekonomik, janë taksa pagues të jashtëzakonshëm, dhe ne i neglizhojmë dhe inspektojmë dhe i dënojmë shpesh pa arsye, kurse vetë shtetasit ose njerëzit që punojnë në shtet, sidomos organizata ndryshme publike, nuk janë duke implementuar ato. Sa inspektime kemi pas në KEK dhe pse nuk ndalohet puna e termocentralit që ndot, pse ndalohet puna e një oficine të thjesht ose një prodhuesi ku ndotja shumë më vogël në fund të fundit krahasim me po nga ai kërkohet 100% përgjegjësi ligjore, kurse nga KEK-u dhe drejtori i KEK-ut nuk kërkohet fare, ose janë disa dënime hajgare, do thotë me 1.000-2.000 euro, që për KEK-un që ka 100 miliona euro realizim, do thotë që janë asgjë. Të gjitha këto neglizhenca janë të jashtëzakonisht të mëdha. Gjithashtu edhe zyrtarët e regjistrimit të automjeteve, Ministria e Punëve të Brendshme ose Ministria e Mjedisit, të gjitha ato inspektime dhe kontrolla do të bëhen edhe te neglizhenca e implementimit të ligjit. Për këtë arsye ne kemi sot një gjendje jashtëzakonisht të vështirë të ajrit dhe kemi vdekshmëri shumë të madhe të njerëzve nga këto. Nëse ne nuk i friksohemi vdekjes së 1500 personave në Kosovë në vit nga ndotja e ajrit, vetëm nga ndotja e ajrit, atëherë llogaritni se si do të jetë ardhmja jonë. Do të thotë çdo familje do të jetë e prekur nga diçka që mund të zvoglohet. Ne dimë që nuk mund me pastru ajrin 100%, mirë po masat e marra janë jashtëzakonisht minore. Gjithashtu nëse krahasojmë tash me ndërmarrjen që po e bëjnë Komisioni Evropian, sipas parametrave më të reja, do sipas realizimit të tyre dhe strategjisë deri në 2030, ata mendojnë që të gjitha vdekshmëritë që sot momentalisht për një vit në BE janë 465.000 dikon persona, dëshirojnë ta zvoglojnë në 55%. Do në 55% do të ketë vdekshmëri prapë, mirë po do ta zvoglojnë me masat që kanë ndërmarrë deri më tani, së bashku me OBSH-n, Organizatën Botërore e Shëndetit. Këto masa do sjellin dikon një ulje deri në 55% deri në vitin 1932. Edhe ata janë duke ngesur. Tash llogaritni çfarë ajri dhe çfarë kontrolle ka në Gjermani ose në 27 shtetet të Bashkimit Evropian, e ne nuk kemi do të thotë as rregullore për momentin, sepse ligji i ri i miratuar së fundi i ka larguar nga fushia të gjitha rregullore dhe sot Kosova ka vetëm një ligj kornizë, nuk ka rregullore. Të gjitha këto probleme janë shkaktar është faktori njeri, do të thotë ministri, ministrit, qeveria, parlamenti. E tash pikërisht këtu, 1500 vdekje në vit për shkak të ajrit, e këta njerëz dalin na kërkojnë vota në mënyrë të vazhdueshme, nuk janë gjendje ta bëjnë kornizën e nevojshme ligjore e të tjera për të na rregullu këto çështje, edhe vullnetin për të zbatuar ligjet që vetë se i kemi e përmendeve se në çfarë gjendje jemi. Profesor, jemi në fushat zgjedhore. Unë po mundohem maksimalisht që të dëgjoj se çfarë po premtojnë, të paktën subjektet më të mëdha politike që i kanë gjasat për të qenë në qeverisje të vendit në 4 vjetët e ardhshme. Por në fund po përfundoj duke menduar se mos ndoshta nuk kam ndjek mjaftueshëm fushata zgjedhore, sepse nuk po dëgjoj të flasin për mjedisin për shembull. Unë kam qenë interesuar. I keni dëgjuar ju duke folë për mjedisin? Shumë pak. Më ka interesuar në programit i secilës parti. Në të shkruara i kanë secila, po i përmendin në fushata. Po jo, sepse e para mentaliteti dhe edukata e popullit tonë ka rënë aq poshtë, saqë do të thotë nuk merren më me problemin e shëndetit të tyre dhe fëmijëve të tyre, po merren me inatin kush ka me fitu cila parti. Do të thotë ne votojmë për inatin. Kjo është më e keqja që është duke na ndodhur. Kjo është katastrofë, mund me thujt për të ardhmen, për arsye se nuk votohet për inatin, as për simpati, po për programin. Do të thotë
nëse pyet çon profesorin gjerman timin në një kohë për cilën parti do të votosh, të ke për një parti shumë të vogël. Pse ku e gjete këtë parti në Gjermani, dhe ke ka një program që mua më pëlqen për mjedisin dhe shëndetin tarmë. Unë kam dëgjuar kryeministrin në detyrë të thotë që do të fillojmë diçka me digat, mirë po në 2020-2021 është bërë fizibiliteti i digës së Firajës, një digë e cila do të krijojë një akumulim të ri të ujrave për shembull, edhe e ka pas në dorë, pse nuk e ka filluar deri më tash. Do thotë, pra besoj që e ka vetëm fjalë elektorale, e ka përmend fakt para 2 ditë, është përmend nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës diçka për ujitje. Është strategjia dhe është master plani i Ministrisë Bujqësisë për ujitje, do thotë kërkush nuk në detale me tregu që në këtë hidrosistemin për shembull të Ibërlepencit do ta zgjerojmë ose do ta funksionalizojmë, fushizojmë më shumë atë që është. Ose diçka tjetër për akumulimet ka folë edhe Partia Demokratike e Kosovës. Do thotë në program ka disa si program kështu i shkruar shumë mirë po zakonisht ka nuk po më pëlqen që po folet vetëm për rritjen e rrogave. Rritja e rrogave, ku do të mirën parat për rritjen e rrogave. Do neve kemi me pas nevojë për ujë, e rritja e rrogave nuk do të na mbulon blerjen e ujit. Unë sa e di, besoj edhe ju kush është me Badovsin, i lidhur me Badovsin, ka një 6 muaj prej verës që na jap lajme për mos me shfrytzu ujin për pije. E nesë po guxojmë as kafe me qitë ati ujit, edhe të piloj me ujt të blem, për arsye se thuhet që ka jod, ose mangan. Ka mangan tepër, edhe asnjëherë nuk u dha një rezultat tjetër, pse po del mangani, kush është shkaktari, pse po ndodh çdo vit, edhe pse nuk ndodh ke përpara. Domethënë nuk e kena analizuar në as Instituti Dermatologjik për 25 vite më herët. Do thotë për çdo problem kemi çuar analizat Sloveni ose diku jashtë, në mënyrë që të na vinë analizat ta gjejmë shkaktarin. Kemi pas probleme me nitrate, për shembull, kur një plak atje ka hedhur një traktor me plera artificiale për me gjujt, edhe ka shkaktuar një dëm të biodiversitetit duke vdekur ose mbytur shumë peshë këto, dhe me një rezultatet për një javë kemi pasur. Sot që 6 muaj ne blejmë ujë, edhe për të larë nuk guxojmë me përdor as për gatim, as për kafe, lemo ta pim, atëherë kush përgjegjësia, kush je përgjegjësi, si e pas kush. Do thotë siç po duket të janë reklama dhe janë informacione që vinë ose paguhen nga prodhuesit e ujit ambalazhuar. Do thotë kemi arsye me dyshu që uji XY që janë bërë 10 ujëra në Kosovë që prodhohen ose edhe nga Shqipëria, japin para për Institutin e Shëndetit Kombëtar, Ministrinë ose dikant tjetër, edhe mbyllet goja e zyrtarëve, edhe thuhet plantësohet një lajm, mos e përdorni ujin sepse ka mangan, edhe notën e mirë. Do thotë jam profesionalist edhe nuk po muj me gjetë arsyen a me fillu me përdor a mos me përdor. Pastaj kështu do thotë partit për momentin në këtë fushat nuk po flasin as për shëndetin e popullit, që është diçka edhe më e rëndësishme, sepse e kemi diskutuar herën tjera mbi 3640 dikun në 2024 janë identifikuar me kancer, njerëz të ri, ose minimi në 6 muajorën e këtij viti, që është një numër jashtëzakonisht i lartë edhe që tregon që ne jemi në rrugë genocidiale. Do të gjenocidin nuk ta shkakton vetëm Serbia ose armiku. Gjenocidin ta shkakton qeveria jote për shkak të mosmarrjes mosave. Do të thotë nëse ajri vazhdon të ndotut, i kemi 4 miliardë euro për vitin e ardhshëm, 2026 buxhet, dhe nuk i kemi 95 milionë euro për vendosje të filtra. E nuk i kemi 10 milionë euro që nuk ka nevojë ndoshta për me ndalu automjetet që lirojnë gazra. Nuk do të thotë që automjeti 10 vjeçar që futet në Kosovë e ka 300-400 të kalume nuk liron gazra. Domethënë ai mund të më qenë i 2023-s shumë më i rrezikshëm se një i 2016-s, i cili ka katalizatorin dhe ka të kalume pak. Do të thotë gjithsesi kontrolla teknike e gazrave duhet patjetër të kontrollohet edhe të regjistrohet automjeti me certifikat mjedisore, me certifikat gjelbër që e ka kalu testin ose nuk e ka kalu, pastaj gjithsesi të inspektohen me kamera
sepse ne jemi dëshmitar që sot e di që mas 2 javë kam regjistru kerrin, edhe ja jap 20 euro një tipi aty të qendra e regjistrimit, i merr ato ta regjistron komplet. S'ki nevojë hiç me shku pije kafën, do të edhe kontrollin teknike ta kalon. Masa ne i paguajmë çmimet, po për 20 euro ti kryen gjitha. Do të thotë paramendoni çfarë kontrollet gastrave ose të automjetit ta bën kontrollet teknike kur e tipi çon 10 kerë në ditë për mi regjistru. Do të thotë jemi duke jetuar në një anarki shtetërore. Ku është problemi? Problemi është edhe te shoqëria. Po edhe te shoqëria, po shoqëria shqetëson ligji. Po nëse ne s'po kërkojmë të zbatohet, nëse nuk po ngrisim zërin për çështjet bazike tonën, për kush më ngrit kur gjithë po na konvenon. Është problemi që edhe gjermanët, nëse s'është ligji i fuqishëm dhe nuk janë dënimet, nuk do t'i realizojnë implementojnë gjitha rregullat. Do thotë, po frika ndaj ligjit nuk është vetëm vetdije, nuk është vetëm edukat, po është edhe inspektim, edhe dënim, penalizim. Do thotë, ne du ta dimë si shoqëri ku penalizohemi dhe ku nuk penalizohemi. Inspektoratin e kisha lutur se cilin lloj të inspektoratit që të merret më shumë me atë që ka me veprimet që lën pasoja jashtëzakonisht rrezikshme për shëndetin dhe të ardhmen e Kosovës, sepse ne jemi duke rrezikuar me të madhe, e sidomos të moshat të cilat janë duke u prekur, janë moshat të cilat neve na dhon pasardhës. Do të thotë lirisht mund me thonë që jemi duke ndikuar pa vetdije ose me vetdije në të ardhmen e popullit tonë. Jo vetëm në trurin e tyre, në vetdije, po edhe në shëndetin, edhe në lindshmërinë e tyre. Kështu që të gjitha ndotjet, të gjitha problemet që kanë më na urrit, sepse ne jemi duke futur, Kosova po futet në një vend në stres për ujë. Do të thotë, kur të futemi në stres për ujë, ne gjatë verës, edhe gjatë dimnit po ndodh, nuk do të kemi ujë për pije, nuk do të kemi ujë për të gatuar, nuk do të kemi ujë për të pastruar. Do të thotë, çfarë do bëjmë? Do të thotë, gjitha ato hapjet bunarëve e shohim që edhe bunarët më nuk do të kenë ujë. Do të Kosova vuan për menaxhim të ujit, pika e parë, sepse nuk është ende që kemi ardhur në një pikë që s'ka ujë. Edhe e dyta, ne vuajmë për vizion dhe strategji. Janë të parapara 5-6 diga për të ardhmen për të siguruar popullatës ujë për pije, për industri ushqimore, sepse ligji i ujit i ka disa kategori. Pika e parë ose rëndësia e parë është uji i pijes, sigurimi i ujit i pijes. E dyta pastaj është uji për ushqimin. E treta vjen uji për energjinë, edhe e treta pastaj për bujqësinë. Edhe këtu gjithmonë kanë pas problem, po më duket e treta ka dalë për bujqësinë, e katërta për energjinë. Energjia nuk ka prodhim të energjisë pa ujë, sidomos të termocentrale, sepse duhet shumë ujë. Kurse përveç energjisë, bujqësia nuk ka pa ujitje. Bujqësi pa ujitje nuk do të ketë të ardhmen, sepse është bujqësi intenzive, edhe varietetet e kultivarëve, çfarë do lloj bimëve, janë hibride të reja të kryqëzuara, janë shumë të dobta dhe të ndihshme ndaj lagështisë, do të thonë ndaj thatësisë dhe ndaj sëmundjeve, kështu që ujitja do të jetë domosdoshme ndoshta edhe për grurin, që nuk është përdorur më herët. Gjitha kulturat tjera ujiten. Do të nuk kemi shansën ne me pas bukë të ardhmen ose ushqime pa ujitje. Kështu që ka vjen uji për ujitje. Gjitha këto digat parapame, qoftë e firajës, e shtimës, vushtrisë, që është parapo për ujitje, e drenasit, do në prelepnica, edhe këto që ekzistojnë, të gjitha këto du të mirëmbahen. Ne kemi një studim që deri në vitin 2020, prej viteve 60 nuk janë studiuar ende do të thotë humbja e ujit nga këto bazene, nga këto liçene artificiale ose akumulacione. Shumë sasi e madhe e ujit në Badovsk ka pas studime që është zhdukur për shkak të çarjeve që kanë ndodhur, dhe askush s'ka marrë masa për to. Pastaj kemi probleme me çarjet. Do ka dhe rreziqe të tjera për infrastrukturën. Ka rreziqe të tjera sepse ajo duhet të mirëmbahet. Ato diga janë prej betoni dhe armature, janë struktura të cilat janë ndërtuar fizike që duhet mirëmbahen se fillojnë muça, duhet mirëmbahen të përcillen, sa di janë vendosur disa kamera për të përcjellur. Pastaj këto ndodhit e kanalit hibrid që ndodhen shantazh ose sabotime nga grupe të caktuara pa marrë parasysh janë nga Serbia,
po mund me qenë nga Rusia, nga Kosova. Këto janë infrastrukturë strategjike bazike nacionale. Të duhet ruhen, do thotë, edhe armiku gjithmonë t'i prek ato. Para mendoni ju në vend një bombe të vendos dikush një helm aty. Edhe ne marrim e pim ujin, edhe çfarë mund të ndodhë. Do të një helm i cili ka thotë helmet që ndikojnë në gjene, ka helmet që ndikojnë në probleme tjera psiqike që nuk të vrasin për momentin, po të vrasin si popull. Do thotë asnjë parti, asnjë program serioz, asnjë projekt serioz nuk e diskuton. Ndoshta nuk kanë faj sepse populli nuk po don me ngu projekte, po don me ngu ai rritet rroga, ai merr 100 euro shtesë, më harxhu për vitin e ri, ai merr 10 euro më shumë për fëmin. Do të ne jemi duke, mendimi im personal, jemi duke u kthyer në histori në një popull ku secili është i barabartë, do të thotë secili është fukara, edhe ai që ka një uri, ka kryer shkollë ose ka fuqi ose zell punë, do thotë prapë do të jetë i barabartë me një fëmijë që është demel edhe rrin kokër shpinës. Do thotë kjo nuk guxon të ndodhë, sepse jemi vend kapitalist dhe kemi një ekonomi liberale, domethënë të lirë, në të cilën kush është më i Zoti e mbrin. Edhe atij Zotit mundesh m'ia pas zili, po kurse si xhelozi për ta shkatruar. Do të thotë sepse nga taksa paguesit e tyre ne po marrim para. Unë jam profesor dhe marr një rrogë të mirë. Atë rrogë nuk më jep kryeministri, asnjë kryeministër, as ministri i financave. Mua atë rrogë më japin të gjithë familjarët, bizneset të cilët punojnë pa ndalë 24 orë me stres. Shumica e tyre përfundojnë me atake të zemrës ose të trurit, sepse kanë shumë stres, sepse punojnë në një vend ku nuk ka rend ligjor, ku ligji ty ta kthen borxhin ose një gjykatë ekonomike ti e paraqet një borxh dhe për 2 muaj e fiton si në Gjermani. Do ty nëse çon dikan gjykatë ose për mbaruesi edhe një vjet 2-3, atë para që e kthen ose s'u fiton më, ajo nuk duhet më pastaj. Kështu që jemi në një rend shoqëror të tregut të lirë, demokratik. Projektet mjedisore nuk janë projekte shefi, janë projekte jetësore për të ardhmen. Sepse uji në të ardhmen jo që do të ketë mungesë, po do të ketë fare, edhe me blesë do të ketë. Pa marrë parasysh sa ki para. Ju e din sa i kushton për shembull Dubajit uji, sa i ka kushtu. 1 litër naftë ka dhënë për 2 litra ujë për Francën me rreth 3-40 vite me radhë. Do 1 litër naftë për 2 litra ujë. Llogaritni sa komunarat e na, sa e paguajmë një ujë sot që e blem për shtëpi dhe sa e paguajmë nëpër kafiqa ose në restorante. Ka në Kosovë ujë deri në 10 euro litra, ose nuk është litër. Do 5 euro futesh me restoran ato ti jeto e pi me një restoran high level, do uji që do të më shërby pa para. Do të vina në një situatë ku ne do të kemi probleme shëndetësore, probleme me ushqimin, probleme me industrinë, nuk ka industri pa ujë. Edhe metalurgjia ka ujë, njerëz nuk e dinë që nuk mundesh me shkrim metale pa ujë, sepse gjithmonë përdoret për ftofje, përdoret për probleme tjera, do të për largim, për pastrim, gjitha këto. Profesor Marina, e di se lista por bisedu për çështjet që ndërlidhen me mjedisin në përgjithësi është listë gjatë, edhe neve minutat nuk na mjaftojnë. Uroj që të flasim së shpejti për ndonjë arritje në këtë aspekt. Faleminderit shumë. Faleminderit që erdhe.